Përshëndetje të nderuar teleshikues të televizionit kombëtar Klan, mirë se vini në emisionin e përjapshëm Pro Business me fokus sipërmarrje dhe ekonominë. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të sjellim historinë e suksesit të 20 viteve të Raiffeisen Leasing, një histori e cila ka filluar në një kohë kur produkti i qirasë financiare ishte pothuajse i panjohur në Shqipëri, por që sot, 2 dekada më vonë, është shndruar në një shtyllë të rëndësishme të financimit të ekonomisë. Në 20 vite, Raiffeisen Leasing ka financuar rreth 300 milion euro tek mijëra klient dhe objektivi kryesor për të ardhmen është digitalizimi për ta bërë jetën e klientëve më fleksibël dhe të lehtë. Kompania synon që të vazhdojë të rritet së bashku me ekonominë shqiptare, duke mbetur kështu një institucion i besueshëm financiar. Do të ndjekim materialin ku do të flasim për rrugtimin, sfidat, arritjet dhe synimin për të ardhmen. Ndjekim. Ekonomia e çdo vendi mbështetet fuqimisht tek institucionet financiare, të cilat jo vetëm që mundësojnë qarkullimin e paras, por shpesh veprojnë si shtylla kryesore e zhvillimit afatgjat. Megjithatë, disa prej tyre shkojnë përtej rolit të thjeshtë të financuesit dhe bëhen partner të vërtet të rritjes së biznesit. Pikërisht këtu rëndësia e leasingut bëhet vendimtare, ai ofron një alternativë fleksibël ndaj kredive bankare tradicionale, duke reduktuar nevojën për kapital fillestar të madh dhe duke ulur presionin mbi likuiditetin e kompanive. Në këtë kontekst, Raiffeisen Leasing gjatë 20 viteve në Shqipëri ka qenë pjesë aktive e këtij zhvillimi, ka financuar dhe mbështetur bizneset vendase, ka kontribuar në modernizimin e tregut të leasingut në vend dhe njëkohësisht ka ndihmuar në uljen e pengesave financiare për sipërmarrësit shqiptar. Në një intervistë për Pro Business, Ida Sheu, drejtoreshe ekzekutive e Raiffeisen Leasing, ndan rrugtimin 20 vjeçar dhe planin zhvillimor për të ardhmen. Për 2 dekada me radhë, ekonomia shqiptare ka pasur një transformim të thellë, ku institucionet financiare nuk janë më thjesht dhënës kredie, por motor të vërtet zhvillimi. Në këtë peizazh, leasingu ka dalë si një alternativë strategjike, duke u ofruar bizneseve dhe individëve mundësinë të investojnë pa penguar likuiditetin e tyre të përditshëm, por fillesat në këtë treg nuk kanë qenë të lehta. Fillimet ishin faktikisht pak të vështira, do thoja, sepse vetë në vetvete produkti i leasing ose i qiras financiare, siç do ta përkthenim në shqip, ishte një instrument financiar që nuk ishte shumë i njohur për publikun. Kështu që në ato vitet e para, përveç se ne duhet që të financonim, një punë e madhe shkonte edhe drejt të themi edukimit të tregut, njohjes së këtij produkti që siç thash nuk ishte shumë i njohur në ato vite. Pra për të edukuar opinionin publik, për të benefitet, mënyrën, po duhet operoni. Patjetër, sepse nga ana tjetër ne duhet të ecim krah për krah me tregun, me zhvillimin që tregu po merrte në ato kohë, kështu që dhe ne ishim ajo pjesa e vogël që faktikisht influenconte në financimin si të individëve, po ashtu edhe të bizneseve. Dhe nga një treg që në fillim ishte pothuajse i panjohur, sot kemi një realitet krejt tjetër, klient më të informuar, kërkesa më të larta dhe një konkurrencë që e ngre lart standardin. Tregu tani është shumë i strukturuar, ka disa kompani leasing në treg, kështu që siç thash, neve operojmë edhe në fushë me individ, por në të njëjtën kohë edhe me bizneset. Pra jemi një mini bank në vetvete. Kështu që ajo që vëmë re, njerëzit tani ose klientët, do të thoja, janë më të strukturuar, e di çfarë pritet dhe kërkesat e tyre ndaj nesh faktikisht janë edhe më të larta tani që ne kemi 20 vjet dhe ata presin nga ne diçka akoma dhe më të mirë dhe më të shpejtë dhe më fleksibël që plotëson nevojat e tyre. Në fillim kur flitej për leasing të gjithë mendonin vetëm për makinat, por tregu ka evoluar dhe me të edhe nevojat e bizneseve shqiptare. Sot fush veprimi i leasingut është zgjeruar shumë më tepër dhe zonja Sheu tregon se sa shumë ka ndryshuar kërkesat e klientëve gjatë këtyre 2 dekadave. Klientët kanë ndryshuar në vitet e para, në qoftë se neve do me thënë kur thonim leasing apo qira financiare, njerëzit ju shkon mendja vetëm ke makina, pra makina, ne mund të bëjmë makina, ndërkohë që leasingu në vetvete ka një gamë shumë të gjerë produktesh, pra ne nuk bëjmë vetëm makina, bëjmë shumë gjëra të tjera, duke nisur që nga
të themi mjetet në industrinë e ndërtimit, kamiona, fadroma, pajisje mjekësore, sisteme, ne bëjmë sisteme ajrimi, kondicionimi, gjithashtu nga ana e, po themi poltona, dentistash, printera, pra gjithë gama e këtyre aseteve. Pra në qoftë se në vetvete do thonin, po ta thonim thjesht fare, një aset që ka një numër. Pra të gjitha mjetet që në vetvete kanë një numër regjistrimi, identifikimi, këto janë mjete dhe asete që mund financohen me anën e qeras financiare apo leasingut. Dhe ajo që vëm re është që kur neve i ofrojmë ose kemi këto bisedat me klientët, ata janë pak të habitur që ne mund të bëjmë këto lloj financimesh. Dhe kjo na ka ndihmuar që të zgjerojmë edhe portofolin tonë ndër vite. 20 vjet në treg nuk janë as pak të lehta, konkurenca, krizat dhe ndryshimet e tregut, shumë aktor vinë e largohen, por Raiffeisen Leasing ka mbetur lider. Ai që na ka mbajtur në radhë të parë është besueshmëria që klientët kanë tek ne. Gjithashtu një rol kryesor kanë edhe stafi, duke qenë atje për klientin, duke i ecur, si thua, dorë për dorë me klientin kundrejt këtyre viteve, ka bërë që neve të jemi një institucion i qëndrueshëm, i besueshëm dhe klienti ndjehet komfort me ne. Korrektësia, shpejtësia, gjitha këto janë element të ecurisë dhe vazhdueshmërisë sonë në treg. Si sfida, çfarë veçoni? Sfidat janë shumë, ka pasur edhe momente kur vetë, si thua, tregu financiar ka patur sfidat e veta, por ne gjithmonë kemi qenë të kujdesshëm edhe në përafrimin e shërbimeve tona kundrejt tregut. Dhe kjo na ka bërë që neve këto sfida t'i kalojmë me sukses dhe t'jemi këtu ku jemi sot. Besueshmëria ndaj klientit nuk ndërtohet vetëm nga lart, ajo vjen nga çdo punonjës që është aty çdo ditë, nga organizimi i brendshëm dhe nga kultura e shërbimit. Unë kur i thon jam me fat, mendoj që kam një staf shumë profesional. Kam edhe staf që kanë qenë aty, si thua, që ditën e parë, kështu që ata janë rritur bashkë me kompaninë. Ne jemi shumë mirë të organizuar me të gjitha ato departamentet tona që të kemi mundësi që t'i shërbejmë klientit sa më shpejt. Kjo është shumë e rëndësishme në të gjithë organizimin tonë dhe me eksperiencën e stafit dhe me strukturat në vendin e dur, ne jemi shumë fleksibël edhe i përgjigjemi në kohë. 20 vite në krye të një institucioni nuk janë të lehta për askënd, kërkojnë vizion, por edhe një mënyrë të veçantë të udhëhequrit. Këto duke qartë që janë bashkuar më së miri tek drejtoresha ekzekutive e Raiffeisen Leasing Ida Sheu. Unë mendoj që jam një lider apo një menaxher me shumë përgjegjësi, e hapur. Mendoj që puna në ekip është ajo që sjell suksesin. Nuk është një njeri i vetëm, nuk mendoj që një njeri i vetëm në llojin e biznesit që jemi ne mund të arrijë këtë lloj suksesi. Kështu që mendoj që jam një menaxher gjithëpërfshirës dhe mendoj që kjo më ka ndihmuar shumë kjo puna ime për të arritur këtu ku jemi mes gjithë këtyre viteve. Dhe kjo është për tu komplimentuar, përgëzuar, sepse jo gjithë ndajnë të njëjtin qëndrim apo qasje. Besoj ky është dhe çelësi i suksesit për këtë gjatësi, duke sigurisht keni rritur ju leasing, shumë e vërtetë. Raiffeisen Leasing në Shqipëri. Shifrat janë fakte, por në zemër të çdo institucioni financiar janë njerëzit dhe historitë e tyre. Pas 20 vitesh punë, sigurisht që nuk mungojnë momentet që mbeten në memorje. Ajo që për shumë mua më pëlqen shumë është po e marr me individët fillimisht. Në ato vitet e para, ato që merrnin financim për makina, në përgjithësisht ishte krye familjari që merrte një makinë. Pastaj kaluan 3-4 vite më mbrapa, pastaj ishte prindi tjetër të themi që merrte një makinë. Ndërkohë që ne tani mbas 20 vjetësh jemi duke financuar makina për fëmijët e tyre. Pra jemi ke gjenerata e dytë. Dhe kjo për mua është shumë emocionale, sepse tash shohim këtë zhvillim tregu, këtë zhvillim tonin kundrejt këtij lloji produkti dhe më bën të ndjehem shumë mirë. Kjo është kur i referohemi individëve, por në qoftë se do i referoheshim bizneseve,
Dhe aty kemi gjithë ato histori suksesi, për shembull, ajo që besoj gjithë ne e dim, sidomos në këto 7-8 vitet e fundit do thonim, është e lidhur me turizmin. Qeraja, renta, kompanitë e rentës, do me thonë ne kemi filluar me disa nga ata që në momentet e para kanë qenë vlerat shumë vogla me një numër shumë kufizuar makinash. Por tani mbas kaq vitesh, ata e kanë rritur flotën e tyre, kanë arritur mund të thoja edhe mbi 100 makina dhe i shërbejnë në sektorit të turizmit të rentës. Kështu që këto për mua janë shumë histori suksesi dhe ne vërtet e shikojmë që jemi partner në biznesin e tyre dhe në këtë rrugtim të gjatë. Dhe e shoqëroni hapasapi, keni ndjekur duke u rritur. Duke u rritur. Duke u rritur ju dhe duke u rritur po, është shumë e bukur, është shumë e bukur. Edhe t'jep një ndjenjë kënaqësie shumë madhe, se është edhe shumë e prekshme, ti e shikon se sa shumë janë rritur këtë lloj biznesesh. Rezultatet ndër vite tregojnë peshën reale të këtij institucioni në ekonominë shqiptare. Afërsisht në 20 vite ne kemi financuar pothuajse 300 milion euro në qeram financiare me një numër kontratash që shkojnë diku ke 6.700-6.800 dhe me një numër klientësh pothuajse 3.500, që është, domethënë për një kompani të vogël si ne janë shifra të konsiderueshme, por që tregon kontributin që ne kemi dhënë. Më shumë janë individ apo biznes? Në qoftë se do i referoheshim në numra, individët janë më të mëdhenj, por në qoftë se do në shifra financimi, sigurisht që korporatat duke qenë që marrin investime për infrastrukturën apo industrinë e përpunimit, këto vlera janë më të mëdha. Por jo vetëm e shkuara ka rëndësi, portofoli aktual tregon se ku ndodhet sot kompania dhe si ka ecur rritja në vitet e fundit. Pothuajse në 5-6 vitet e fundit ne kemi dyfishuar të portofol. Pra ka pasur një ecuri shumë të mirë, tregu është rritur shumë mirë dhe ne jemi shumë optimiste edhe për të ardhmen. Lizingu sot financon gjithçka nga një printer tek një sistem ajrimi, por në 20 vite ka pasur edhe një hierarki të qartë kërkesash. Zonja Sheu tregon se çfarë kanë kërkuar më shumë shqiptarët në këto 2 dekada. Në qoftë se do i referohemi segmentit të individëve, sigurisht që ajo është për makina, ndërkohë në qoftë se do i drejtoheshim segmentit korporat, aty më tepër shikojmë për mjete të infrastrukturës, pra që ndihmojnë të tonazhit të rënd, kamiona, fadroma, këto pjesë, kjo lloj game zë peshën më të madhe. Dhe që është mjaft e nevojshme për të financuar dhe për të ndërmjetësuar në kohën kur në Shqipëri ka një boom të ndërtimit dhe nuk ndalet absolutisht. Si e vlerësoni peshën e Raiffeisen Leasing në tregun shqiptar, duke krahasuar pak edhe me aktorë të tjerë në treg? Ne jemi lider në këtë treg. Këtë mund ta themi me shumë krenari, jemi në lider në këtë treg, dhe mendojmë edhe objektivat tona dhe për të ardhmen janë që neve të vazhdojmë në këtë lloj. E ardhmja e leasingut në Shqipëri sipas drejtoreshës së Sheu ka 2 fjalë kyçe: rritje dhe teknologji. Ne rritemi së bashku me ekonominë e Shqipërisë dhe ne jemi pjesë e këtij rrugtimi. Kështu që siç rritet edhe ekonomia shqiptare, ashtu rritemi dhe ne bashkë me klientët tanë. Dhe nga ana tjetër që të gjithë e dim tani që digitalizimi është një pjesë shumë e rëndësishme e këtij rrugtimi, kështu që ne jemi duke investuar shumë edhe në rrugën e digitalizimit që ta bëjmë jetën e klientëve tanë sa më fleksibël, sa më të kollajshme. Dhe jemi duke investuar në këtë drejtim as well. Dhe sot tyrat kanë ndryshuar në këtë drejtim, ata arrin të bëjnë pagesa patjetër, ato nëpërmjet aplikacioneve mund të shikojnë atë kostin, datën e kostit, mund të bëj pagesa në online, kështu që kjo i ndihmon shumë edhe në vazhdimsi dhe në jetën e përditshme. Por a është e vështirë të bëhesh klient i leasingut për herë të parë? Zonja Sheu e shpjegon hapasapi. Në fakt është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Një klient vjen ke neve, ajo çfarë neve kërkojmë që të gjykojmë nëse është i aftë apo jo për të u kualifikuar për një leasing, është të ardhurat financiare që krijon, nëse është i vetëm apo si familje, dhe shpenzimet që krijohen, domethënë që krijon ai si person apo si familjar.
Dhe ne nuk kërkojmë asnjë gjë tjetër shtesë, nuk ka nevojë as për kolaterale apo gjëra të tjera, kështu që procesi në vetvete është shumë i thjeshtë. Është i shpejtë dhe i jep zgjidhje individit, sidomos individët kanë më shumë nevojë në kohë. Patjetër, sidomos kur vjen puna ke makina, domethënë është makina kur i themi ne është një gjë qefi, kështu që në momentin që dikush e shef, e do. Kështu që ajo përgjigjja jone e shpejtë e bën atë shumë më kollaj dhe shumë më të lumtur të themi kur arrin që ta marrë një makinë të re. Kështu që është shumë e thjeshtë nga ana procedurale. Partner rritjeje, kështu e përshkruan vetë drejtoresha Sheu marrëdhënien me klientët dhe pikërisht kjo frymë dëshiron ajo të mbetet trashëgimi e këtyre 20 viteve. Ajo që do doja unë shumë është që të ngelet ajo vizioni që ne kemi për Raiffeisen, një institucion i besueshëm financiar, dhe që jemi aty për të ndihmuar klientët tanë, për të zhvilluar stafin tonë dhe kjo vjen dorë më dorë për të zhvilluar dhe gjithë tregun financiar në Shqipëri, sepse në fund të ditës është një përfitim që shkon gjithashtu edhe për gjithë vendin tonë. Në mbyllje të kësaj interviste për 20 vjetorin, zonja Sheu i drejtohet veçanërisht bizneseve shqiptare, atyre që kanë besuar dhe atyre që mund të bëhen pjesë e kësaj historie suksesi. Rreth parë dua t'i falenderoj të gjithë, veçanti klientët, stafin, për një vazhdimsi akoma dhe më tej, sepse këto vite 20 vite histori suksesi është fal të gjithë tyre që ne përmendëm për sa më sipër, kështu që kjo do ishte ajo që unë doja të thoja në këtë moment, një falënderim për të gjithë. Raiffeisen Leasing nuk ka financuar vetëm asete, ka mbështetur rritje, ka edukuar tregun dhe ka ndërtuar ura midis nevojave të sipërmarrësve dhe mundësive financiare. Në një ekonomi që kërkon fleksibilitet dhe shpejtësi, leasingu është shndruar në një levë të domosdoshme zhvillimi.